Sëmundjet e zemrës vijojnë të jenë shkaku kryesor I vdekjeve në vend. Sipas raportit më të fundit të Instat, ato përbënin 52.9% të totalit të vdekjeve gjatë vitit 2025, duke zënë vendin e parë ndër shkaqjet e vdekshmërisë. Ka një sër faktorësh rreziku që lidhen qoftë me stilin e jetës, qoftë me mënyrën e të ushqyerit, pra lidhur drejt për drejt me sëmundjet e hipertensionit, të diabetit, të yndyrnave të larta në gjak, të cilat ndikojnë drejt për drejt në sëmundjen e arterieve koronare. Mjekët kardiolog shpjegojnë se në rastin e një infarkti, zemra mund të jap sinjale paralajmëruese, megjithatë në shumë raste infarkti mund të ndodhë papritur pa asnjë shenjë paraprake. Infarkti miokardit në një pjesë të mirë të rasteve mund të japi sinjale, mund të japi disa shenja, simptoma paraprake të lidhura këto me dhimbjen e gjoksit të shfaqura në aktivitet fizik apo edhe në qetësi në raste të caktuara, të cilat mund të jenë përsëritur tek pacientët, tek individët dhe pastaj shkojnë dhe paraqiten në spital në kushte të infarktit miokardit. Ka raste të caktuara kur nuk ka fare shenja dhe mund të shfaqet e menjëhershme. Temperaturat e larta gjatë së verës janë një tjetër faktor që rrit rrezikun. Sipas specialistëve, incidenca e infarktit kardiak shtohet me 10 deri në 20% gjatë kësaj periudhe. Për këtë arsye, ekspertët e shëndetit ju drejtojnë qytetarëve me disa këshilla. Në përgjithsisht prevalenca rritet me 10-20% në kushtet e valës godice të nxehtit. Duhet rekomanduar marrja e lëngjeve e tepërt, e shtuar sidomos në periudhën e verës për të ruajtur balancat e trupit. Normalisht duhet të rekomandoj një kontroll tek mjeku kardiolog për dozimin e ilaçeve që pacientët marrin gjatë kësaj kohe, po ashtu do duhej edhe aktiviteti fizik, qoftë edhe puna jashtë fizike e kryer jashtë në orët e pikut, në orët e temperaturave të larta, do duhej patjetër të shmangej. Shqetësuese mbetet edhe fakti se infarktet po prekin gjithnjë më shumë mosha të reja. Të dhënat e Instat tregojnë se për grup moshën 0 deri 19 vjeç, sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut përbëjnë shkakun kryesor të vdekjeve me 28.5%, të ndjekura nga sëmundjet që shfaqen në periudhën rreth lindjes me 22.2%.